Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pas mesnatës në Lezhë, një 28 vjeçar ka tentuar të vrasë nënën e bashkëjetueses së tij duke e përplasur me makinë. Pas aktit makabër, i riu i identifikuar si Cuf Behi është larguar menjëherë nga vendngjarja, por fal shërbimeve policore, ai u kap shpejt dhe u vu në pranga. 43 vjeçaria shtetasja KH ka pësuar dëmtime të shumta trupore nga përplasja me makinë dhe është transportuar në Spitalin e Traumës në Tirana, aty ku vijon të jetë nën kujdesin e mjekëve. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 2:05 minuta të natës, aty ku 28 vjeçari kishte shkuar në lagjen Skënderbeg të Lezhës për të marrë me automjet bashkëjetuesen e tij. Në këtë moment kanë dalë familjarët e saj dhe për motive që lidhen me marrëdhëniet familjare, i riu përplasi me makinë nënën 43 vjeçare të partneres së tij duke i shkaktuar dëmtime trupore. Gjatë aksionit, policia ka sekuestruar automjetin e përdorur në ngjarje, ndërkohë që mbi 28 vjeçari rëndon vepra penale, vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare mbetur në tentativë. Materialet procedurale lidhur me rastin u referuan prokurorisë Lezhë për veprime të mëtejshme.